falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall. Salavatet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jemi në ligjatën e radhës tek cikli i ligjatave Fiqh Hanefi, jemi tek kapitulli i agjërimit. Jemi tek çështja do thotë e natës së Kadrit. Do thotë bëhet fjalë për një natë e cila do thotë është nga natët më të vlefshme të vitit. Është nata që Allahu Azza wa Jalla ka zgjedhur dhe ka quajtur Lejletul Qadr, dhe normalisht për t'i dhënë vlerën edhe më të madhe kësaj nate, Allahu Azza wa Jalla ka zbritur një sure, do thotë të tërë me 5 ajete, të cilën sura ka emërtuar El Qadr. Allahu Azza wa Jalla tha: Inna anzalnahu fi Lejletil Qadr, wa ma adraka ma Lejletul Qadr. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nëse bëjë Kur'anin në natën e Kadrit. Din ti se çka është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e çmuar se sa 1000 muaj. Melekët dhe shpirti, do thotë Xhibril alayhis salam, me lenin Allahut Azza wa Jalla besin në këtë natë për çdo vendim. Kjo natë është paqe deri në agim. Pra, është nata e Kadrit pikërisht natën të cilën ka filluar me zbrit Kur'ani famlart. Dhe vlera e kësaj nate është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Dhe normalisht Allahu Azza wa Jall e ka fut këtë natë në 10 më të mirë, do thotë në 10 e fundit të Ramazanit. Dhe kjo natë, do thotë, karakterizohet dhe i rritet vlera më shumë, për shkak se në këtë natë, do thotë, ka filluar me zbrit, do thotë, Kur'ani famlart. Nata e Kadrit, do thotë, është natë thamë që në këtë natë ka filluar me zbrit, do thotë, Kur'ani famlart. Do thotë, libri i cili është udhëzues për në rrugën e vërtetë dhe dalluesi të mirës nga e keqja. Pejgamberi alayhis salam e ka quajtur këtë natë si natën më të çmueshme, dhe normalisht ka thonën në Ramazan është një natë e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Men hurima khaira faqad hurim. Ai i cili do thotë privohet nga mirësitë e kësaj nate, më vërtet është privuar nga mirësitë e shumta. Është quajtur Lejletul Qadr për shkak se është natë e vlerësimeve të mëdha, është natë do thotë e caktimeve, ose caktime i cakton Allahu Azza wa Jall, do thotë ai i cili e ka dalluar dhe ka veçuar këtë natë, cakton gjërat që don ai subhanahu wa ta'ala. Kur është nata e Kadrit, shpesh herë do thotë njerëzit pyesin, është e vërtetë që te na, do thotë janë mësuar njerëzit vazhdimisht me ditë edhe me e potencu se nata e Kadrit është do thotë nata e 27. Është e vërtetë që argumentet, do thotë, janë më të shumta lidhje me këtë çështje që është natën e 27, mirë po kuptohet se nata e Kadrit nuk është treguar saktësisht se cila është ajo natë. Arsyeja që muslimanët duhet të jenë vigjilent dhe të jenë aktiv gjatë gjithë netëve të Ramazanit, konkretisht 10 e fundit, 21, 23, 25, 27 dhe 29. Andaj është fshehur në këto net për të treguar, do thotë, që duhet të jemi aktiv vazhdimisht. Është e vërtetë që Muavija radhiyallahu anhu transmeton se ka thënë pejgamberi sa në hadithin e Imam Ahmedit se nata e Kadrit është në natën e 27. Do thotë Ubay ibn Ka'b është betuar se është natën e 27. Pastaj edhe vetë Aisha radhiyallahu anha tregon se pejgamberi sa ka thonë kërkojini natën e Kadrit, duke bërë ibadet, kuptohet në netët tek të 10, do thotë, i fundit i Ramazanit. Andaj është në këto net, do thotë, tek, andaj duhet ta kërkojmë në këto net, do thotë, natën e Kadrit. Kuptohet është natë me vlerë, por normalisht duhet me di se çfarë me vepru në këtë natë. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thonë, ai i cili thotë men qama Lejletul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Eshron Imam Buhariu, ai i cili e gjallëron natën e Kadrit me namaz, me ibadete, dhe këto e bën me besim plot, edhe shpreson pashybe në shpëlimin e Allahut Azza wa Jall, i falen mëkatet e kaluara. Dhe kështu na ka nxit pejgamberi për ta treguar për vletrën e kësaj nate. Normalisht vërejet edhe mençuria e Aishës radhiyallahu anha, e cila u bë sebeb që me na lecu neve, do thotë, kalimin e kësaj nate apo duat dhe lutjet. Aisha radhiyallahu anha e pyeti pejgamberin sallam, i tha, nëse arrin natën e Kadrit, madha yaqulu fiha, çka thon në këtë natë? Atëherë tha pejgamberi Aisha, quli, o Aisha, thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, do thotë, o Zot, ti je falas
e do faljen, andaj më fal mua. Do thotë është natë me plot bereqete dhe është e vlefshme apo më e vlefshme se sa njëmi muaj. Allahu azza jall kur flet për këtë natë, thotë gjithashtu në surën Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lejletin mubarakah inna kunna mundirin. Me të vërtetë ne zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar. Vërtet ne kemi qenë gjithmonë, do thotë, para lajmërues. Andaj Kur'ani famlar, do thotë, ka zbritur në këtë natë dhe normalisht zbritja e Kur'anit në këtë natë e ka bërë që kjo natë do thotë të jetë me plot begati. Allahu azza ka thonë dhalika fadlullahu yuti men yasha wallahu dhul fadl azim. Kjo është mirësia e Allahut azza wajalla, Allahu mirësinë e kujdoje, Allahu është Zoti i mirësisë së madhe. Do thotë na ka dhëruar Allahu me këtë mirësi, neve si ummet dhe normalisht është respekt dhe është begati që Allahu na ka dhëruar neve me të. Gjithashtu transmetohet se Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë kush e agjiron Ramazanin me besim të sinqert dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut i falen gjunat e kaluara dhe normalisht me të falë gjunahet do të është privilegj i madh. Pastaj për Ramazan gjithashtu është edhe çështja do thotë e sadakatul fitrit, e cili sadakatul fitr do thotë është obligim për çdo agjërues. Normalisht është adhurim material, të cilin adhurim e kanë obligim musliman me zbatu, sidomos ata të cilët do thotë kanë pasuri dhe e zotrojnë do thotë nivelin e nisabit, pra sasia e cila mjafton për nevojat ditore të personit të caktuar që është obligim me dhënë sadakatul fitrin, apo për personat që kanë diken në kujdesarinë e tyre do thotë që arrin do thotë bajramin e Ramazanit apo bajramin e fitrit. Si dispozita islame normalisht sadakatul fitri do thotë është obligim do thotë fetar, ku transmeton Abdullah ibn Umeri dhe thotë faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimin. Pejgamberi sa ka caktuar ka bëu obligim zakatul fitrin, do thotë për Ramazan një sa'a, do thotë matje ushqimi jepet me hurma apo me elb, do thotë për personin i cili është i lirë, do thotë apo skllav mashkull apo do thotë femër nga mesi i muslimanëve. Ngjashëm ka transmetuar edhe Abdullah ibn Abbasin hadithin ku është shënon këtë transmetim Abu Dawudi, thotë faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi war-rafathi وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Thot Ibn Abbasi, pejgamberi e bëri obligim sadakatul fitrin pastrim për agjëruesin dhe fjalët e këqija, thot për agjëruesin nga fjalët e këqija dhe ushqim për fukaran të varfrin. Andaj kush e jep pa namazit e bajramit është sadaka normalisht e pranuar, sadakatul fitr. Kush e jep pas namazit është do thot sadaka e thjeshtë dhe ose sadaka do thot e rëndënd. Normalisht duhet më dhënë sadakaja, do thotë edhe për gruan shazane e cila do thotë e ka bebën e saj në barkun e saj. Kuptohet ai i cili normalisht nuk ka mundësi me dhënë sadakatul fitrin dhe s'ka mundësi as me siguru kafshatën e bajramit apo sillën e bajramit, ai lirohet nga sadakatul fitri. Kuptohet sadakatul fitri është do thotë prarësisht do thotë sasia, do thotë një sa'a, do thotë prarësisht, do thotë është 3.800 gram. Do thotë qoftë hurma, grun apo elb apo edhe diçka tjetër që është ushqim do thotë kryesor i vendit do thotë ku jetojnë muslimanët. Ai cili normalisht jep më shumë, kuptohet se shpërblimi është më i madh. Normalisht sadakatul fitri do thotë jepet në ushqim, kjo është baza. Dietarët e mëdhëve Hanefi, konkretisht Abu Hanife, ka të lëru në këtë çështje, nëse të tjerë janë rigoros, ka thonë që bën më vonë edhe në monedha, në çështje materiale. Ma mirë është mi mbledh monedha, pastaj me i dhonë, do thotë me blevi, do thotë ushqim për të varfrit. Sido që të jetë sadakatul fitri, zakonisht nëse njeri është duke jetuar në vendin e gurbetit në Gjermani, Zvicër, atëherë jep, do thotë çështja sadakatul fitri atje. Nëse jeton në vendin tonë normalisht e jep do thotë në sasi që jepen në vendin tonë. Ku normal koha e sadakatul fitrit, do thotë na zakonisht është e njohur, do thotë mas natës kadrit, por përdesa nuk dihet sa nata e kadrit, atëherë është më mirë me dhënë në natën e bajramit, do thotë për më shumë siguri. Kujt i jepet sadakatul fitri, normalisht dietarët kanë thonë që ata të cilët do thotë e pranojnë zakatin, e pranojnë edhe sadakatul fitrin, po të na zakonisht i jepet fukarave, edhe zakonisht i jepet në medresinë e luginës. Allahu azza ka thonë: "Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Me të vërtetë sadakaja për zakatin dhe zakatul fitri është për të varfrit, të ngratët, ata që të bojnë ata të cilëve duhet përfituar zemrat për lirimin e robërve, për ata që kanë shumë borxhe, për ata që janë në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe ata që kanë mbetur në rrugë pamjete. Do të thonë në dispozita të Allahut Azza wa Jall dhe Zoti xhallahu ala do thotë është i gjithdijshëm subhanahu wa taala për atë do thotë çfarë ju e veproni dhe çfarë ju jepni në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Normalisht do thotë ka gjëra të cilat do thotë e prishin agjërimin do thotë e Ramazanit dhe ka gjëra të cilat do thotë nuk e prishin. Për mos më uzënu shumë, do thotë ato i kemi do thotë sqaruar me Ramazan, po pa ngënia me qëllim, pirja me qëllim, do thotë gjëra të cilat e prishin, do thotë agjërimin, pastaj pirja normale, duhani, thithja, timit të duhanit qëllimisht, kontaktet do thotë intime, do thotë edhe gjëra të tjera të cilat realisht tek mëdhëbi unë do thotë Hanefi, normalisht dallojnë disa gjëra të cilat do thotë i cekin dietarët e tjerë. Ka gjëra të cilat do thotë nuk e prishin. Për shembull, nëse nuk e prish agjërimin, nëse agjëruesi do thotë ha edhe pe, do thotë nga harresa, nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men nasiya wa huwa sa'imun fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa inma at'amahu Allah wa saqah." Është në Buhari dhe Muslimi, kush ha pe nga harresa dhe është agjërueshëm, le ta plotësoj agjërimin e tij, nga sa Allahu e ka shuar ujëtin e tij. Gjithashtu agjërimi nuk prishet nëse gjatë kohës agjërimi njëri fle, do thotë edhe quhet edhe shef që është bërë gjunop. Agjërimi normalisht nuk prishet nëse njëri dhuron xhak në sasi jo të madhe. Pastaj gjithashtu agjërimi nuk prishet nga motra muslimane nëse ajo lyhet apo ngjyhet, që thot populli. Nëse nuk e prish agjërimin, do thotë larja e trupit, qoftë edhe për qef. Pastaj nuk e prish agjërimin, do thotë edhe injeksione që nuk janë ushqyese. Pastaj nëse nuk e prish agjërimin nëse njëri për shembull do thotë e ndin erën e parfymit, pastaj nuk e prish agjërimin, do thotë jargët e pshtymës apo gojës apo kelbazës edhe të vjella spontane, do thotë gjithashtu nuk e prish agjërimin edhe pompa e oksigjenit që përdoret për astma, pastaj pastrimi i dhëmbëve, rregullimi i dhëmbëve me qëllim normalisht do pas kujdes, do thotë që mos më e kalu do thotë në fyt. Pastaj është edhe do thotë çështja e itikafit, normalisht itikafi ndohet do thotë disa lloje. Itikafi vajib është ai itikaf që njëri do thotë është bërë e ka bërë obligim vetes, për shembull nëse kthena shëndoshë mirë për gurbetit ku me hidhet itikaf, kjo është vajib. Pastaj itikafi si sunne muakkade, do thotë është itikafi në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Pastaj itikafi mustahab, do thotë mund të bëhet edhe gjatë ditëve të tjera jashtë Ramazanit, që njeriu me u izolu në xhami edhe me adhuru Allahun Azza wa Jall. Normalisht ana nuk është për hap ibadet, dhe ai cili e ngjall e ka shpërblimin e veçantë. Ai cili në itikaf normalisht ndalohet do thotë nga gjërat, për shembull do thotë edhe kjo vjen lena dhe jashtë Ramazanit, do thotë gjërat të cilat do thotë ndalohen gjatë periudhës ku njeriu është agjërueshëm. Pastaj në itikaf normalisht duhet me qëndru në xhami, me kalu kohë duke bërë ibadet. Normalisht nuk bën me dal nga itikafi vetëm pse do thotë po do me dal, do të thjesht pa ndonjë arsye të justifikueshme. Në itikaf madhrohet Allahu Azza wa Jall dhe normalisht nuk kalohet itikafin në ibadetet e kota, po madhrohet do thotë Zoti xhallahu ala, edhe normalisht kalohet koha, shumicën e kohës do thotë me kalu do thotë në itikaf me ibadet, me Kur'an dhe me gjëra të tjera. Kjo ishte sa përket do thotë kapitullit të agjërimit, do thotë të ciklit të gjatave, do thotë fiku Hanefi. Vazhdojmë inshallah me ciklet e tjera, me kapitujt e tjerë, dhe takimin e arshëm Zotit e Mësimit, alhamdulillah rabbil alamin.